Përshëndetje të dashur nxënës, jemi me klasën, unë jam Seladin Abdulli, ndërsa ju ndiqni pra lëndën e edukimit qytetar. Tema e ditës së sotshme, të cilën duam ta punojmë bashkë me ju nxënës, është pra pranimi dhe respektimi i dallimeve. Dhe qëllimi i orës mësimore është që nxënësit të ditë të dallojnë pra dhe sqarojnë ngjashmëritë dhe dallimet në raport me përkatësinë etnike, fetare, sociale, gjinore ose racore, të sqarojnë se çfarë është diskriminim dhe të ndërtojnë qëndrim kritik ndaj të njëjtit, pra ndaj diskriminimit. Si rezultat që priten nga mësimi është pra që nxënësit të diskuton para respektimit dhe mos respektimin e dallimeve në bazë etnike, fetare, gjinore, sociale, përmes shembujve konkret, të analizon shembuj të diskriminimit në kushte të mënyrës bashkëkohore të jetesës. Ushtrim, edhe gjithmonë kur do të kemi ushtrime edhe detyra, ju siç e dim nxënës nga temat paraprake të cilët i kemi punuar bashkë me ju, gjithmonë kur ka ushtrime, videot bëhen pauze edhe pastaj që të kemi mundësi që të marrim shënime edhe t'i krahasojmë me pra shënimet e nxënësve të klasës, pra nxënësve tjerë. Edhe normalisht i punojmë ato bashkë me mësimdhënësin ton. Pra, mësimdhënësi përzgjedh di vullnetar, të cilët duhet të dalin përpara dhe të qëndrojnë të kthyer me shpinë drejt njëri tjetrit. Nga nxënësit kërkohet që të përmendin nga një dallim që e kanë di vullnetarët. Pra, di vullnetar dalin në dras ose për shembull në ekranet e monitoreve, ato të voglit, pra nëse punohet online ose për shembull në klasë, edhe të kthyer me shpinë nga njëri tjetri. Nga nxënësit tjerë pra kërkohet që të përmendin nga një dallim që e kanë pra di vullnetar. Për shembull, flokë të gjata, të shkurtra, xhemper të kuq të bardhë, gjatë çdo dallimi vullnetarët largohen nga një hap prej njëri tjetrit. Pra, çdo dallim i largon ato nga një hap prej njëri tjetrit. Kur të bërin deri tek skajet e kundërta të klasës, kthehen drejt njëri tjetrit, tani ndrojnë pozicion, pra, edhe kthehen drejt njëri tjetrit, ndërsa nga nxënësit kërkohet që të përmendin nga një ngjashmëri që e kanë vullnetarët. Dhe për çdo ngjashmëri të shprehur, vullnetarët afrohen për një hap drejt njëri tjetrit. Pra, në fillim pra, dallimet duhet që t'i largojnë, edhe normalisht ngjashmëritë duhet që t'i afrojnë. Diskutim. Mendoni për gjërat që janë përmendur si dallime. Sa prej këtyre dallimeve ishin diçka që mund ta vërejmë menjëherë, për shembull siç është gjinia, lartësia, ngjyra e flokëve, veshja etj. Çfarë është përmendur si ngjashmëri, përveç ngjashmërive evidente, a mendoni se ka edhe ngjashmëri që nuk janë të dukshme? Pra në aspekt të karakterit edhe gjërave tjera, edhe cilat janë ato? Të theksohet rëndësia e ekzistimit të dallimeve dhe ngjashmërive mes anëtarëve të një grupi të caktuar. E veçanërisht të cekit rëndësia e pranimit të gjithë anëtarëve të grupit. Pra, kemi një ushtrim interesant, i cili ushtrim na mundson neve që të kuptojmë se pra dallimet janë ato të cilat na largojnë shpesh nga njëri tjetri, edhe ngjashmëritë janë ato të cilat na afrojnë me njëri tjetrin. Edhe tek çdo njëri nga ne, pra gjenden edhe dallime, edhe ngjashmëri. Ushtrimi i radhës, edhe normalisht edhe këtu përsëri video në pauze që të merrni shënime, mësimdhënësi u tregon nxënësve se është marrë një vendim nga drejtoria e shkollës që të gjithë nxënësit të cilët bajnë xhinse, pra farmerka, sot gjatë pushimeve nuk do të guxojnë të dalin jashtë, por do të mbeten në klasë. Mësimdhënësi duhet të lërë pak kohë për të parë se si do të reagojnë nxënësit. E më pas mund të zhvillojë pra një diskutim në raport me pyetjet si vijon. Pra si ndjehen nxënësit që mbajnë xhinse, sepse normalisht atyre u ndalohet që të dalin në pushim, edhe si ndjehen pra nxënësit të cilët mbajnë xhinse. A konsideroni se vendimi i këtij është i arsyeshëm? A është pra një vendimi i këtij drejtorisë së shkollës pra i arsyeshëm, i arsyetueshëm? Nëse jo, atëherë pse? Si ndjehen nxënësit që nuk mbajnë xhinse kur e shohin se shokët e tyre u është ndaluar të shkojnë në pushim? Pra, ju që nuk mbani xhinse për shembull atë ditë, si ndjeheni ju kur shihni se dikush nga pra shoku i bankës ose i klasës pra diskriminohet? Kush është i diskriminuar në këtë situatë dhe pse? Çfarë do të bëjnë nxënësit të cilët janë të diskriminuar?
çfarë mund të bëjmë bashkënxënësit kur shikojnë se shokët e tyre janë të diskriminuar. Pra, një reflektim edhe pastaj do të thonë i krahasojmë përgjigjet me nxënësit tjerë edhe bashkë me mësimdhënësin e juaj, pra nxjerrni konkluzionet e duhura. Pra, diskriminimi është raporti i pabarabartë dhe jo korrekt ndaj individëve, pra një raport i pabarabartë dhe jo korrekt ndaj individëve, njerëzve ose grupeve të tëra të njerëzve që quhet pra diskriminim. Ndaj diskriminimit mund të ekspozohen individ ose grupe të njerëzve me atë që trajtohen si më pak të vlefshëm, u shkurtohen të drejtat ose u merren mundësitë vetëm për shkak të përkatësisë ndaj ndonjë grupi. Bazë për diskriminim mund të jetë ngjyra e lëkurës, gjinia, gjuha, përkatësia fetare, etnike, mosha e tjerë. Pra, është një raport i pabarabartë dhe jo korrekt ndaj individëve të caktuar dhe mund të jenë pra të ekspozuar të gjithë, pra pa dallim. Nëse dikujt pra ja shkurtojmë të drejtat si njeri, me automatizëm pra edhe e diskriminojmë. Nëse për shembull këto të drejta shkurtohen për shkak se nuk është për shembull si ne. Nëse dikush për shembull i takon gjinisë femërore, edhe ne për shembull nuk e marrim në grupin tonë që të luaj, vetëm se është pra një vajzë, ose për shembull vetëm nëse ngjyra e lëkurës së dikujt, për shembull në klasën tonë nuk është si e jona, pra e shumicës së nxënësve, nëse për shembull vin dikush në klasën tonë edhe flet një gjuhë të cilën nuk e flasim ne, pra është ndryshe nga gjuha jonë, edhe ne për shembull e diskriminojmë për shkak të gjuhës, ose e lam anash, ose nuk e marrim në grup me ne. Nëse dikush pra nuk është i besimit fetar, për shembull nëse ne jemi muslimanë dhe ai është i krishterë, ose nëse është e kundërta, edhe ne diskriminojmë për shkak të përkatësisë së tij fetare, për shembull, edhe nuk luajmë me të, nuk e afrojmë atë, nuk bashkëpunojmë me atë në klasë, ose për shkak të etnisë, moshës, për shembull, ndodh shpesh që më të vegjëlit për shembull nuk i inkuadrojmë në lojë, ose për shembull i tallim. Kjo është diskriminim. Pra, diskriminimi mund të jetë i shumë llojeve, i formave të ndryshme, po mbi gjithë është një raport i pabarabartë dhe jo korrekt, edhe mund të ekspozohen pra të gjithë. Diskriminimi i drejt për drejt ndodh kur një person i caktuar trajtohet në mënyrë të pavolitshme se sa individët ose grupet tjera, për shkak të përkatësisë së tyre ose karakteristikave personale. Për shembull, nëse një person më i rritur refuzohet për ndonjë pozicion të punës për shkak se punëdhënësi konsideron se për shkak të moshës personi nuk ka njohje të mirë të punës me kompjuter, për shembull. Pra, kjo është diskriminimi i drejt për drejt. Konkuron në një vend pune edhe punëdhënësi nuk të merr parasysh sepse mendon se për shkak të moshës tuaj, për shembull të madhe ose të vogël, ju nuk e njihni mirë edhe punën me kompjuter. Kjo është diskriminim pra i drejt për drejt. Diskriminimi indirekt ndodh kur një rregull ose procedurë e caktuar ka të bëjë pra njëjtë me të gjithë, por efekti nga zbatimi i rregullës ose procedurës është më i pavolitshëm për persona ose grupe të caktuara, dhe këtu është dhënë një shembull, për shembull diskriminimi indirekt kur një person i verbër për shembull dëshiron të blejë bileta për koncert, biletat shiten vetëm përmes internetit. Pra, ndërsa faqja e internetit në të cilën mund të mblihen biletat nuk është e përshtatur që mund të përdorin edhe persona të verbër. Pra, nëse për shembull shesim bileta të koncertit, edhe ato e bëjmë vetëm përmes internet, ndërsa faqja në internet nuk është e përshtatur për persona të verbër, atëherë ne bëjmë një diskriminim për shembull indirekt ndaj personave të verbër. Ose për shembull nëse në një institucion të caktuar për shembull shpallet një tender ose tender pune, pra për një konkurs pune ose diçka e ngjashme, edhe për shembull ka vetëm shkallë për njerëzit normal, edhe për shembull nuk ka shkallë për njerëzit me nevoja të posaçme. Për shembull nuk ka vend ku ata të ngjiten edhe të futen pra në institucion. Pra janë vetëm me shkallë të zakonshme. Pra edhe kjo është një lloj diskriminimit pra indirekt, nëse ne nuk kujdesemi barabartë për të gjithë njerëzit e shoqërisë ose rrethit ose vendit në të cilin pra jetojmë. Rezistenca pa dhunë pra është praktike e arritjes së qëllimeve
të caktuara pa përdorimin e mjeteve të dhunshme. Disa nga praktikat e rezistencës së vallun janë protestat simbolike, padujshmëria qytetare, demonstrata, greva, bllokada etc. Pra, nëse dikush na diskriminon neve, edhe pra vetëm për pra ato të cilët neve i cekëm pak më herët, pra nxënës, nëse për shembull në shkollë diskriminojmë për shembull nxënësit e klasës, ju mund të ankoheni tek mësimdhënësi. Edhe do të them një lloj rezistence ju mund të bëni aty në klasë duke u dëshmuar nxënësve se ju nuk jeni i ndryshëm asgjë nga ato, vetëm se për dallime do të thonë të cilat janë të natyrës të cilat ne i kemi përmend. Edhe për shembull, këtë rezistencën e juaj ju mund ta paraqisni vazhdimisht tek mësimdhënësi juaj, ose tek kujdestari i klasës, ose tek drejtori i shkollës, ose tek shërbimi profesional e tjerë. Detyrë. A keni qenë ndonjëherë dëshmitari ndonjë mënyre të diskriminimit, ose nga ana tjetër pra keni dëgjuar, lexuar diçka që të duket si akt diskriminimi? Nëse po, atëherë shkruani edhe përgjigjet tuaja, i analizoni bashkë me kujdestarin apo me mësimdhënësin tuaj. Edhe si përfundim pra nxënës, duhet të jemi të vetëdijshëm se mes njerëzve ekzistojnë ngjashmëri dhe dallime, dhe se dallimet mes njerëzve shpesh paraqesin bazë për diskriminim. Pra, dallimet mes njerëzve janë shpesh bazë për diskriminim. Në situatë kur dikush është i diskriminuar, nuk duhet të kthejmë kokën në anën tjetër, por duhet të qëndrojmë në mbrojtje të diskriminuarve. Ajo që duhet ta dim pra është se diskriminimi pra ekziston, shpesh ngjashmëri dhe dallimet pra janë bazë për diskriminim, edhe neve asnjëherë nuk duhet pra që t'i lejmë poshtë, ose t'i lejmë pra t'i lejmë keq ato të cilët pra janë të diskriminuar, por përkundrazi ne duhet të vuapim pra dorën e ndihmës të gjithëve të cilët janë të shtipur ose ndjehen të shtipur ose ndjehen keq në rrethin vendin ku neve jetojmë dhe veprojmë. E dini, dallimet vetëm se e zbukurojmë pra botën tonë, nxënës, edhe botën e juaj. Njerëzit dallojnë, duhet të dallojnë, edhe dallimi pra nuk duhet të jetë bazë për diskriminim. Po përkundrazi, është një mundësi e mirë që të njohim të tjerët, të njohim kultura të reja, të njohim pra njerëzit të cilët jetojnë në botë, gjuhët të cilët fliten, ngjyrat e lëkurës të cilët janë. Pra, bota është shumë ngjyrshme edhe ashtu duhet të jetë. Pra, asesi nuk duhet të shihet pra vetëm bardhë dhe zi. Pra, bota nuk është vetëm e jona, por bota është e të gjithëve. Andaj duhet të respektojnë të gjithë, edhe vetëm kështu pra mund ta zhvillojmë vetveten tonë, edhe mund ta zhvillojmë edhe gjininë njerëzore. Ulëmtim si detyrë e fundit, mësimdhënësi pra ndan nxënësit në grupe dhe u jep detyrë që gjatë një jave të bëjnë ulëmtim për raste të diskriminimit dhe të identifikojnë pra si vijon. Cila ka qenë baza për diskriminim? Për çfarë dallimesh bëhet fjalë? Kush ka qenë i diskriminuar? Pra kush e bën diskriminimin? Në çfarë mënyre është bërë diskriminimi, kush dhe si ka kundërshtuar diskriminimin. Pra nxënësit nxiten që të gjejnë shembuj nga jeta e përditshme dhe rrethi i tyre. Të mendojnë për përvojat personale me diskriminimin, të pjesin antarët e familjes të ulëmtojnë ngjarje të cilat janë të informuar pra përmes mediave. Edhe normalisht pastaj ti parashtrojnë këto pyetje të cilat unë i lexova. Pasi të keni kompletuar këtë brenda javës, në orën e ardhshme pra këtë ulëmtim apo këtë detyrë brenda javore e konsultoni me mësimdhënësin e edukatës qytetare edhe bashkë me nxënësit tjerë. Ju faleminderit shumë nxënës për dëgjimin, besoj se isha i qartë edhe kësaj herë dhe ne shihemi në videot apo leksionet e radhës.